Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka rrëzuar kërkesat e avokatëve të drejtorëve të Veliajt për ndarjen e çështjes dhe ka vendosur që procesi të vijojë unifikuar për të gjithë të pandehurit. Mësohet se avokatja e Taulant Tushës kërkoi veçimin e çështjes së klientit të saj me pretendimin se provat dhe faktet janë të ndryshme për të pandehurit. Sipas avokatëve, veprat penale të kryera nga Mariglen Qato, Redi Molla dhe Nestor Muhamedllari nuk mund të shqyrtohen në të njëjtin proces pasi nuk janë e të njëjtës natyrë dhe kërkojnë një kohë më të gjatë për gjykim. Më 2 korrik të 2024, SPAK i komunikoi akuzat korrupsion pasiv dhe mos deklarim të pasurisë Redian Mollës dhe Mariglen Qatos, ndërsa Taulant Tushes i komunikoi akuzën shkeljen e barazisë në tendera. 3 ish drejtorët u arrestuan në muajin mars të vitit të kaluar me urdhër të prokurorisë së posaçme antikorrupsion në kuadër të hetimeve për dosjen 5D. Ata u lanë në masën arrest në Burg, ndërsa 5 persona të tjerë në masën detyrim paraqitje, konkretisht Enton Punavia, Julian Zanaj, Albano Janku, Nestor Muhamedllari, Deborah Keqe dhe Englantina Zere.